Përshëndetje miq të dashur dhe shumë të nderuar. Po takohemi sërish sot në këtë ditë vikendi, ditë e shtune e datës 9 maj 2026. Sonte këto, me gjithë paralajmërimin që e bëra gjatë ditës, nuk do të flas vetëm për ato që quhet UFO apo alienët, për disa drita misterioze në qiell, apo për teori të ndryshme që po qarkullojnë sidomos viteve të fundit në internet. Në këtë video do të mundohem të shpjegoj e të flas për një nga pyetjet më të thella, e cila vazhdimisht ka tronditur mendjen njerëzore që nga fillimi i historisë. A është njeriu i vetëm në këtë univers të pafund? E nëse nuk është, e që unë besoj se nuk është, atëherë kush tjetër ekziston, edhe nëse nuk është parë ekzistenca e saj fizike. Çfarë dinë shtetet e mëdha që nuk ja kanë treguar ende plotësisht njerëzimit? Pse Pentagoni tani, pilotët ushtarak dhe institucionet më të fuqishme të botës, më në fund po pranojnë botërisht se ekzistojnë fenomene që ende nuk arrijnë dot t'i shpjegojnë ato. Do me thonë, në këtë video, unë dua ta trajtoj temën më gjerë se sa vetëm një senzacion, apo si një teori konspirative për klikime. Mos thash zoti, jo dhe në asnjë mënyrë, por dua ta trajtoj si intelektual, si që bëjnë njerëzit të cilët mendojnë thellë. Do të fokusohem në atë se çfarë thot Islami për krijimet tjera të Allahut përveç krijimit të njeriut dhe qenieve të gjalla të cilat i njeh shkenca. Çfarë thot krishterimi, çfarë thot judaizmi, filozofia e natyrisht edhe shkenca moderne. Apo përballet njerëzimi me kufit e dijes së vet? Apo, ndoshta, problemi më i madh i njeriut modern është pikërisht arroganca e tij se mendon që ka kuptuar të gjitha, se ekziston vetëm ajo që e njeh dhe e thot shkenca, ndërkohë që universi vazhdon ta poshtroj me misteret e tij, njeriun i cili vazhdon të thot se ekziston vetëm ajo që e ka argumentuar dhe dokumentuar shkenca. Një gjë do ta themi me patjetër në fillim të kësaj videoje. Sa më shumë që njeriu ngjitet drejt yjeve, hapet drejt galaksive që janë në miliarda në numër, aq më shumë po e kupton se sa i vogël është në mesin e këtyre miliardave galaksive. Dhe, ndoshta, pyetja më e frikshme nuk është se a ekzistojnë UFO-t, a ekzistojnë alienët, por është pikërisht tjetra se njerëzimi a është shpirtërisht, psikologjikisht dhe civilizueshëm i gatshëm për një të vërtet që mund të ndryshoj për gjithmonë mënyrën se si e kemi kuptuar deri më tani dhe si e kuptojmë edhe sot fen, shkencën, historinë dhe vetë ekzistencën njerëzore. Këtë ditë është duke ndodhur diçka vërtet interesante dhe po klasifikohet si historike. Dhe kjo është arsyeja pse unë i kam hyrë kësaj teme në lidhje me UFO-t dhe alienët dhe qenjet e tjera misterioze të padukshme. Përndryshe, asnjëherë nuk e kam pa të arsyeshme të merrem me temat të këtilla, sepse më kanë mjaftuar dhe nuk kam arrit të shpjegoj e të kuptoj edhe ato që i kemi parasyve dhe të cilat për vite e për dekada unë dhe dietarë të ndryshëm, njerëz të ndryshëm në përhistori,
për qindra e mijëra vjet janë marrë me to. Pra, pikërisht, ajo që po konsiderohet historike, më bëri mua që sot këtë temë të mundohem të trajtoj dhe të shpjegoj këto para juve. Dëgjoni miq, ajo që është interesante në përmasa të pabesueshme është se administrata amerikane ka filluar publikimin e një pjese të dokumenteve të deklasifikuara për UFO-t, apo siç i quan administrata amerikane e tanishme UAP, UAP, përmes faqes, imagjinoni, përmes faqes zyrtare të Pentagonit, të quajt me emrin war.gov/info, që të shihni dhe të hulumtoni edhe ju atje po patët vullnetin. Dhe ajo që ka e bën edhe më interesante është fakti se kjo është hera e parë që një numër kaq i madh materialesh publikohen në mënyrë të centralizuar nga institucionet më të ndjeshme amerikane. Deri më tani janë publikuar 160 dokumente. 160 dokumente i ka publikuar Pentagoni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë po publikohet konkretisht dhe përse është fjala? Çfarë është ky moment që më shtyri edhe mua si një kundërshtar i ideve dhe temave të tilla ta marr kaq seriozisht dhe që ta ndaj temën me ju. Çfarë po publikohet konkretisht? Sipas dokumenteve që po shihen në atë faqe, të cilat disa prej tyre i kam pa edhe une, sipas medjave më kryesore ndërkombëtare, deri më tani janë publikuar një video infra të kuqe nga avion ushtarak, 2 raporte të pilotëve ushtarak që deri më tani kanë qenë të pabesueshme, 3 pamje radarike që deri më tani ose nuk janë kap nga radarët, apo janë kap dhe nuk janë shpërfaq para publikut, pastaj po botohen aty këto dokumente të deklasifikuara si raporte të ndjeshme të FBI, pastaj 5 dokumente të pa lexuara të deri tanishme, të shkruara nga zyrtarët, ekspertët të NASA-s, po publikohen 6 dëshmi nga misionet Apollo, 7 raporte për ORBS-n, 8 objekte të këndore dhe forma metalike të mistershme, 9 raste që Pentagoni ende nuk i ka shpjeguar plotësisht, por që vetëm po hidhen në faqe për ta parë opinioni se çfarë është ajo pjesë e botës e padukshme, për të cilën shumë njerëz kanë thënë se nuk ekziston, se nuk i besojnë, dhe për të cilat shkenca e ka dhënë në nënshkrimin përfundimtar, se megjithatë janë gënjeshtra. Por që administrata amerikane e Donald Trump, dhe i cili pati paralajmëruar se do të vazhdon publikimin e disa dokumenteve që do të trondisin botën. Çfarë është UAP-ja, të nderuar? Qeveria amerikane, në vend të përdorimit të fjalës UFO, është duke e përdorur termin UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, dhe kjo përfshin paraqitjen e objekteve të ndryshme misterioze në ajër, në galaksi, në detra dhe oqeane të thella dhe apo objekte që lëvizin midis ndërtesave, midis hapësirave
dhe midis kodrinave dhe bjeshkëve të ndryshme gjithandej në botë. Ndër rastet më interesante të publikuara është ORB-i super i nxehtë, që klasifikohet, cilësohet, karakterizohet, shpjegohet si një avion ushtarak apo si një objekt ORB super i nxehtë që është sjell disa herë pranë objekteve qeveritare amerikane. Raporti thotë se objekti ka lëvizur disa herë me shpejtësi ekstreme, që në një moment është ndarë në dysh dhe një pjesë të saj e lëshon mbi një objekt që e ka bërë rrafsh me tokë. Ky është një nga raportet që po bën më së shumti buj në internet. Të interesuarit mund t'i shohin edhe pamjet e asaj për të cilat tani fola. E dyta, objekte trekëndore metalike mbi mesdhe. Një dokument i publikuar në lidhje me këtë e përshkruan këtë si një objekt trekëndor metalik në lartësi rreth 25.000 fit të vërejtur natyrisht mbi detin mesdhe. 25.000 fit nëse e kthejmë me metra del dikon 7.6 kilometra. Ky lloj përshkrimi i ngjan më shumë teorive të vjetra për atë TR-3B-ën, nëse ju kujtohet, një avion sekret hipotetik amerikan që përmendet në qarqet konspirative. 3. Ajo që është ndër më interesantet të publikuara tani në faqen e Pentagonit, të cilën e citova më lart, është edhe Apollo 17 dhe objektet e çuditshme që janë kapur në hën. Do me thënë, janë publikuar materiale ku dokumentojnë, shihet se astronautët kanë pa drita të pazakonta, të panjohura, objekte që lëvizjen pranë anijes kur lëshohet në anë, flashe apo shndritje shumë të fuqishme dhe ORBS pranë hanës. Por, interesantja është se deri më tani nuk ka asnjë provë zyrtare për alienet të cilët po jetua kanë në hën apo se herher edhe zbresin në tokë. Çfarë është qëndrimi zyrtar tani amerikan? Çfarë është qëndrimi i Pentagonit zyrtar? Dhe kjo është, mendoj, pika më e rëndësishme që do të them këto dhe ta ndajmë mes vete. Pentagoni dhe AARO, që i bje All Domain Anomaly Resolution Office, vazhdojnë të thojnë ende se nuk ka prova të verifikueshme për teknologji jashtëtoksore, nuk ka prova se SBA posedon teknologji alienesh, nuk ka prova për vizita të konfirmuara të objekteve ekstra të jashtme toksore, por në të njëjtën kohë ata Pentagoni, ekspertët e Pentagonit paranojnë se ekzistojnë raste të pashpjeguara. A janë këto raste të pashpjegueshme, alien, apo UFO, apo gjëra të tjera? Pentagoni zyrtar, nga perspektiva shkencore e ekspertëve të tyre, ende nuk e ka thënë fjalën kryesore, përfundimtare. Pyetja që po shtrohet në lidhje me këto që i thash deri më tani është pse po ndodh pikërisht kjo, pikërisht në kohën e tanishme. Ka disa teori serioze. E para është transparenca e detyruar ndaj publikut amerikan. Verzioni zyrtar amerikan thot se qeveria po tenton
të jetë ma transparente para presionit të Kongresit dhe publikut. Kongresit disa herë ka kërkuar shpjegime dhe raportime para komisioneve të Kongresit në lidhje me teoritë të cilat herher i kanë folur astronautët, shkencëtarët e NASA-s dhe njerëzit e Pentagonit. E dyta, pse po ndodh tani, lufta informative me Kinën dhe Rusinë. Shumë analistë që janë duke u marrë me këtë çështje besojnë se një pjesë e këtyre objekteve mund të jetë ndonjë teknologji kineze ose ruse dhe SHBA-t po përgatisin opinionin publik për një epokë të re të luftës teknologjike të pabesueshme gjermëtani, por me të cilën do të ballafaqohen tani e tutje. Arsyeja e tretë është ajo që quhet PSYOP, apo operacioni operacioni psikologjik. Disa shkencëtar dhe ekspert në lidhje me rastet mendojnë se publikimi i UFO-s mund të përdoret për të larguar vëmendjen e opinionit amerikan nga krizat politike ose për të krijuar mbështetje për buxhete ushtarake shumë më të mëdha se që janë nevojitër Donald Trumpit dhe administratës së tij deri më tani. Dhe kjo teori, ta quaj konspirative, interkonspirative, nuk është vetëm e tanishme, por ka ekzistuar, mos të them për dekada. Megjithatë, siç thash, këto nuk do të flas në mënyrë senzacionale apo konspirative sa për klikime. Kur nuk e kam dashur këtë metodë të trajtimit të gjërave. Dua ta trajtoj tash nga të gjitha perspektivat e mundshme, nëse arrim të themi të gjitha në këtë video. Të nderuar, në historinë moderne të njerëzimit rrallëherë ka ndodhur që një fenomen, dikur i konsideruar si një fantazi popullore, të hyj gradualisht, por fuqishëm dhe sigurt, në qendër të diskutimit institucional në rastin konkret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe jo vetëm në qendër të diskutimit institucional, por të jetë pjesë ndër pjesët më të rëndësishme të politikës amerikane, shkencore dhe të mediatizmit global. Dhe pikërisht tema e UFO-ve, UAP-s është kjo për të cilën po flas. Kështu, publikimi dokumenteve të deklasifikuara nga institucionet amerikane, raportet e Pentagonit, dëshmit e pilotëve ushtarak dhe videot infratekuqe të regjistruara nga sistemet më të sofistikuara, avancuara teknologjike në botë, kanë krijuar një realitet të ri të njohjes epistemologjik dhe psikologjik për njerëzimin modern, për neve sot që jetojmë. Tema e UFO-s nuk është më thjesht një debat i kulturës popullore apo i filmave fantastiko-shkencor. Ajo është shndruar në një pyetje serioze mbi, që mua më intereson, mbi kufit e dijes njerëzore, mbi natyrën e realitetit, mbi raportin midis shkencës dhe fesë, si dhe mbi vetë pozitën e njerijut në univers. Për sa e kam pa deri më tani, me që e përmena raportin midis shkencës dhe fesë, raportin midis shkencës dhe fesë nga perspektiva islame po del të jetë më i qëndrueshmi nga të gjitha raportet
e të gjitha feve dhe ideologjive të ndryshme, qoftë edhe konspirative në raport me shkencën. Fenomeni i UFO-ve do të kuptuar jo vetëm si çështje teknologjike apo astronomike, por si një fenomen kompleks civilizues që sot po prek filozofin, po prek teologjin, fejen, po prek psikologjin kolektive, po prek sigurit kombëtare të shteteve të fuqishme dhe natyrisht më së shumti imagjinatën njerëzore. Në këtë kuptim, UFO-t përfaqësojnë një nga pikat ku takohen frika, ku takohet kurreshtja aty me metafizikën dhe me politikën globale dhe interesat e thella dhe afatgjata të superfuqive të botës. Çdo epokë historike i ka interpretuar fenomenet e panjohura sipas vetëdijes, sipas nivelit të logjikës dhe sipas gjuhës së vet të kohës kulturore dhe natyrisht epistemologjike. Nëse në të kaluarën, për shembull, në kohën antike, gjërat e tjera janë interpretuar si shenja hyjnore, në mesjet të Evropës janë përshkruar dhe interpretuar si engjëj, apo si demon, djaj, apo si forca mistike. Megjithatë, në epokën moderne, ato interpretohen si teknologji të avancuara dhe si anije jashtëtoksore. Kjo tregon se njeriu gjithmonë projekton botkuptimin e vet mbi të panjohurën me gjuhën dhe kapacitetin komunikues të epokës kur jeton. Por ajo që e bën interesante këto dhe që do të përmendet është fakti. Ta lëm me njën nivelin e gjuhës e interpretimit, nivelin epistemologjik për çështje të caktuara në kohë të caktuara. Por kjo në të njëjtën kohë po tregon se që të çështje të caktuara, që të fenomene të pashpjeguara, pas kanë ekzistuar gjithmonë, ani pse janë shpjeguar në mënyra të ndryshme, si shenja hyjnore, si engjëj, si djaj, si forca mistike dhe të ngjashme, apo tani si interpretime ose si teknologji të avancuara dhe anije jashtëtoksore. Para 5.000 vjetë shpjegu ndryshe, para 1.000 vjetë ndryshe, para 500 vjetë ndryshe, para 100 vjetë ndryshe, para 20 vjetë ndryshe, sot po shpjegohen ndryshe. Ndryshe po shpjegohen, por objekti po mbetet i njëjtë dhe ajo është ekzistimi i diçkaje, që megjithëse që shkenca nuk po arrit ta studioj dhe të thot fjalën përfundimtare, ajo megjithatë po ekziston. Dhe ky është qëndrimi më i fuqishëm i fesë islame në lidhje me këto tema. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Pak keni ju ditori në raport me ekzistencën e botës, në raport me jetën metafizike, në raport me frymën, me shpirtin ku ekziston, si është kriju, a ka shpirt në çdo element dhe qelisë të trupit, apo është i vendosur vetëm në zemër, vetëm në tru. Wama utitum minal ilmi illa qalila, po thet Kurani i madhërishëm. Dhe po nxit vetëdijen, mendjen, logjikën njerëzore që të mos fokusohet dhe të mos jetë arrogant, që të pranon si të ekzistuar vetëm atë që hy në kabinetin apo në skalperin e shkencës dhe shkencëtarit. Pra, nga perspektiva islame miq, me që e përmene se do të flas edhe mendimin islam të krishter dhe judaist, fenomeni i UFO-ve, nga perspektiva islame, fenomeni i UFO-ve paraqet një temë shumë interesante,
sepse Islami nuk e kufizon krijimin e Allahut vetëm në tokë, të qenjeve të gjalla. Kurani vazhdimisht përmend botët, Rabbul Alamin, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falenderimi I qoftë Allahut që është edukatori, precizuesi dhe kontrolluesi I të gjitha botrave. Po pranon Kurani dhe po thet në faqen e parë të tij, në Elhamin që e lexojmë së paku 40 herë në ditë, në dite se ekziston edhe botë, ekzistojnë edhe botra të tjera përveç botës e cila trajtohet dhe vërtetohet nëpërmes shkencës së cilën ju e keni krijuar dhe ju aq shumë I besoni. Kurani më pastaj flet për 7 qiej, 7 semawat, flet për krijimet të shumta të Allahut në vende të ndryshme. Në surën Shura, Kurani përmend se ka shpërndar Allahu, ka shpërndar krijesa të shumta, të ndryshme, të padukshme dhe të dukshme në qiej të hapur dhe në tokë. Gjë që disa dietar bashkohor më pastaj e interpretojnë këtë si mundësi për ekzistencën e formave të jetës në univers dhe jo vetëm në Kur'an. Është temë, natyrisht, që do trajtim një videoja 2, raportet e fezë dhe shkencës në lidhje me ekzistimin e entiteteve, të ekzistencave edhe jashtë tokës, se a I flet Kurani vetëm njeriut në tokë, apo fjala njeri këtu më shumë është simbolike që e aludon qenjen e cila ka logjik dhe që mund të ketë njerëz pra, të cilët qenje të cilat logjikojnë dhe të cilave u është drejtuar Kurani edhe jashtë planetës së tokës. Megjithëse që fjala tokë, ardh, është e përmend në 10 herë në Kur'an dhe që jep me kuptua se koncentrimi është për njeriun e kësaj toke, për jetën e kësaj toke, Kur'ani në asnjë mënyrë nuk e mohon edhe ekzistimin e qenjeve të tjera, të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme jashtë hemisferës toksore. Megjithatë, në botën islame ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë një debat tjetër në lidhje me këtë. Pyetja është, a ka lidhje midis ufove dhe botës së gjinëve? A janë ufot gjinët? Disa dietar tradicional dhe që merren me interpretime me një gjuhë popullore kanë tentuar që ta lidhin fenomenin e ufos me qenje metafizike të cilat I përmend Islami në Kur'an. Argumenti I këtyre dietarëve mbështetet në faktin se shumë dëshmi për UFO përshkruajnë lëvizje të pazakonta, shpejtësi marramense, zhdukje të atyparatyshme të menjëhershme, ndikime psikologjike tek njerëzit dhe qenjet e gjalla, të kafshët shtëpiake dhe fenomene që duken se I kalojnë ligjet normale të fizikës. Megjithatë, duhet theksuar qartë në këtë video, këto para juve, me që thash se po mundohem ta shpjegoj temën si një intelektual që pretendon se e ka arrit një nivel modest të intelektualizmës, duhet të them se nuk ekziston
asnjë argument i prerë fetar islam që identifikon UFO-t me gjinnet. Nuk ka argumente. Zoti i Madhreshëm në Kur'an, që ja ka dërguar njeriut, dhe që i flet logjikës së njeriut, aklit të njeriut, arsyes, mendjes njerëzore, është e palogjikshme të ketë dërguar Allahu diçka e cila nuk mund të kuptohet me arsye njerëzore. Megjithëse që ka muhkemat dhe mutashabihat në Kur'an, gjëra që përkthehen si të kuptueshme, doga, dhe ato të cilat e lejojnë interpretimin alegorik, muhkemat dhe mutashabihat, këto shkabohen që komentohen, që janë të qarta, të prera, dhe mutashabihatet që e lejojnë interpretimin alegorik, megjithëse që ka diçka të tillë në Kur'an. Edhe Kur'ani në mënyrë tekstuale e përmend këtë, mendimi im personal është se çdo gjë në Kur'an është muhkem, ndërsa mutashabi që lejon interpretimin alegorik, që nuk mund të thuash fjalën përfundimtare në një kohë të caktuar, ka të bëjë me elementin kohor, jo hapsinor. Pra, nëse ka diçka të pakuptueshme sot, dhe që është mutashabi, interpretim alegorik, që kjo mutashabi nesër, pas 10 vjetë, pas 100 vjetë, shndrohet në muhkem, sepse zhvillimi shkencor, zhvillimi i logjikës njerëzore, i arsyes njerëzore, i përparimeve teknologjike, arrin të kuptoj edhe atë që deri tje ka qenë e pakuptueshme. Ky është interpretimi jam në lidhje me muhkemate mutashabihate. Përndryshe, logjika njerëzore, të cilën ka shumë e vlerëson Kur'ani, dhe të cilës i drejtohet në 10 e 100 herë në Kur'an, logjikës njerëzore, kjo logjik njerëzore nuk do të pranonte, nuk do të akseptonte se një Allah që e vlerëson ka shumë njeriun, pikërisht për shkak se e ka logjikën dhe arsyen, ta fus në labirinthe ku mbetet i pafuqishëm, ta kuptoj atë që është duke i komunikuar Allahu i Madhreshëm. Një nga aspektet më të rëndësishme të qasjes islame, është për ulësia epistemologjike quhet në filozofinë islame. Epistemologjia, kjo përulësia epistemologjike dënë të thëtë që vazhdimisht të thuash, siç thot Kur'ani, fauka kulli dhi ilmin alim, dijet, diturit janë shtresa të pafundme. Pra në video e përmenda une, në video në live, se Allahu e ka një ndër cilësit kryesore të veta, është edhe ilmi, i ditur. Prezenca e Allahut në ekzistencë, përveç 98 cilësive të tjera, manifestohet edhe në përmes prezencës së dijes. Me që Allahu është i gjithdijshëm, pra dija është cilësi e Allahut, atëherë ekzistenca e kësaj qenje me këtë cilësi është në çdo cep të botës dhe në çdo atom që ekziston. Jo vetëm në planetën e tokës, por në ekzistencë, në të gjitha galaksit që janë me miliarda galaksi. A galaksi është që këshka e shohmi ne, një komplet planetësh, ndërsa planetet dhe yje, si pas asaj që e ka zbuluar shkenca, janë në triliona, jo 100 miliarda, por në triliona. Pra, Kur'ani thot, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Edhe po tregon se në një moment të caktuar nuk e ke aftësinë të shpjegosh këto gjëra, por
edhe po e nxit logjikën njerëzore për ta kuptuar atë që thash 2 herë përgjatë kësaj video, për ta kuptuar kufirin e diturisë njerëzore. Deri ku mund të mrrin kufiri, që kjo fjala kalila është relative për një kohë e relative e ndryshme për një kohë tjetër. Kalila e pakta në raport me të shumëtën, sa është që kjo e pakta, sa përqind, a 1%, a 2, a 5%. Dhe në përmes këtij ajeti, Kurani po e nxit arsyen, mendjen, trurin e njeriut që t'i shpërthej labirintet sa më shumë, për ta kuptuar ekzistencën dhe për ta njohur se që kjo kalila sa përqind është në raport me diturin universale të Allahut të Madhreshëm. Dhe ky parim është thelbësor, unë mendoj edhe për debatin islamik mbi ufot. Debati islamik, Islami i mëson njeriut që të mos bjerë as në arrogancën e mohimit absolut, as në supersticionin e pakontrolluar. Jo. Islami të dyja këto ekstreme i refuzon dhe porosit ummeten wasata, që të jeni mesi i artë, i gjërave, i shpjegimeve, i qëndrimeve dhe i njohurive të ndryshme. Njeriu duhet ta kërkon, sipas Islamit, të vërtetën me racionalitet, me verifikim dhe me vetëdije për kufijt e dijes së vet, se deri ku mund të shkoj. Përveç Islamit, miq. Përveç Islamit, edhe krishterimi flet në lidhje me këtë tema. Dhe feja e krishter ka prodhuar interpretime të ndryshme mbi fenomenin e ufove. Disa qarqe të krishtera, konservatore, i konsiderojnë ufot si mashtrime djallëzore, demonike, apo si manifestime shpirtërore të së keqes. Kjo qasje e këtill e krishter është veçanërisht e përhapur tek qarqet evangeliste amerikane, ndërsa Trumpi vje pikërisht nga ajo botë. Një paradoks dhe një gjë e pakuptueshme, vërtet nga perspektiva e krishter. Fenomeni i ufove nga qëto qarqe evangeliste amerikane ndërlidhet shpesh me ato shpjegimet, narrativa që po i thuhet kjo, apokaliptike dhe me interpretimet literaliste të Biblës, fjalë për fjalë, gjerë për gjerë. Nga ana tjetër, ende po flasim për krishterimin, ekzistojnë edhe teolog të krishter që argumentojnë se ekzistenca e jetës jashtëtoksore nuk bie ndesh me doktrinën e krijimit hyjnor. Vatikani, para se ta them Vatikani, le të mbetet pra detyrë e teologëve të krishter tek ne, katolik, ortodoks dhe protestant, që tua shpjegojnë shqiptarve, mos hyjën e këto me tekstet e Biblës, se po dal si i tepërt po mduket, le t'ja shpjegojnë në ndonjë intervizë diku, apo me mua këtu, apo ata vetë diku, se çfarë thot Bibla, tekstet hyjnore të Biblës së tyre në lidhje me ekzistimin e ufëve. Unë e di, shumë mirë e di, thuaj se po aq sa e di edhe qëndrimin e Islamit. Por, kërkoj, ju bëj thirrje pra, teologëve të krishter, katolik, ortodoks dhe protestant, ndër shqiptarët, që tua shpjegojnë
tua shpjegojnë qëndrimin e krishter të Biblës tekstual në lidhje me ekzistimin e ufove apo të qenjeve për të cilat mund të pretendohen se janë të arsyeshme dhe ekzistojnë jashtë planetës së tokës. Bibla i është zbritur sipas tyre teksteve të Biblës dhe të teologëve të krishter shqiptar, a u është zbritur vetëm njerëzve në tokë apo edhe qenjeve të tjera? A komunikon Bibla edhe me qenje të tjera jashtë hemisferës njerëzore? Shpresoj që kjo thirrje e imja, kjo lutje e imja të arrijë deri te këta dhe ta dëgjoj qëndrimin e tyre. Ata diku vetë që ta postojnë më pastaj apo në ndonjë emision televiziv ku marrin pjesë dhe moderatori i njeh këto pyetje, apo nëse dëshirojnë të bëjmë bashkëkomunikimin këto live në këtë kanal të YouTube-s. Qëndrimi i Vatikanit, që ta dini, është se ka deklaruar në disa raste se universi është aq i madh dhe aq shumë i pasur sa që ekzistenca e jetës diku tjetër nuk mund të përjashtohet a priori. Një bojnë dy nuk ekziston. Kjo tregon se edhe brenda krishterimit ekziston një tension midis interpretimit mistik dhe atij racional të krishter. Megjithatë, do të kisha dëshiruar unë qëndrimin, arsyetimin, komentimin, interpretimin e teologëve shqiptar në lidhje me temën. Në traditën judaike, e përket nuk po kërkoj nga shqiptarët se s'ka bash asnjë teolog, haham, apo si me quj, hoxh të jahudive tek ne, por po e shpjegoj se në traditën judaike, sidomos në literaturën mistike të Kabalës, e për Kabalën kam folë, çfarë është Kabala, çfarë është Tevrati apo Tora, dhe çfarë janë librat e tjerë të shenjtë mbi të cilët përqendrohet edhe ideja ekstreme e Netanyahut dhe e qeverisë së luftës së tij. Sidoqoftë, në traditën judaike, përqendruar në literaturën mistike të Kabalës, gjenden disa përshkrime të vizioneve të ndryshme, të formave të ndryshme, të ndritave të ndryshme qiellore, të qerreve me të zjarta, fenomeneve të dritës dhe gjërave të tilla në qiejt e hapur. Autor, teolog, modern, konspiracionist, kanë tentuar që ti interpretojnë këto që i flet Kabala si dëshmi të lashta për kontakte jashtëtoksore të njeriut me qenje të padukshme. Megjithatë, gjithçka ato teori konspiracioniste, e për me e ditë jo, teoritë konspiracioniste mas shumë të bazohen në qëtë Kabalën, në literaturën mistike të Kabalës. Nga aty lloj viçi, lloj lope e kuqe e zeze ma vetë me ngjyra, lloj ardhje, shkurje, jo mesia këto, jo knej, 99% burimet i kanë në Kabal. Megjithatë, shumica e rabinëve dhe e studiuesve serioz i interpretojnë këto si përvoja mistike dhe simbolike, jo si takime fizike me qenje nga hapësira. Për dallim nga krishterimit deri dikon dhe për dallim nga islami që pranon plotësisht, interpretimet, shpjegimet e studiuesve e rabinëve serioz flasin se këto ma shumë janë simbolika nga përvojat mistike se sa takime fizike me qenje të ndryshme në hapësirë. Judaizmi, thënë shkurt, ashtu si islami,
edhe krishterimi nuk e kufizon fuqin krijuese të Zotit vetëm në tokë, por judaizmi nuk ofron as prova të drejt për drejta për ekzistencën e civilizimeve jashtëtoksore. Për kundrazi, ma shumë aludon se çdo gjë që flitet për atë botë është botë e një imagjinate mistike, sesa është e njëjtë siç e spjegon Islami apo më si mjegull feja e krishtere. Nga perspektiva filozofike, fenomeni i ufove prek pyetjet më të thella të ekzistencës njerëzore. Ai e sfidon bindjen, arsyen, logjikën se njeriu është qendra e universit. E tërisht paka, perspektiva filozofike është më e rrezikshme në këtë raport. Njeriu po e hek pej qendrës absolute të universit, po e vendos diçka tjetër, a? Nëse ekzistojnë inteligjenca të tjera më të avancuara se njerëzimi, atëherë kjo do të kishte pasoja të mëdha filozofike, psikologjike dhe fetare dhe do t'i hidhë të poshtë të gjitha interpretimet e deri tanishme të shkencëtarëve dhe filozofëve të ndryshëm në lidhje me universin. Njeriu modern, i cili shpesh e konsideron veten kulmin e evolucionit dhe të dijes, tani përballet nga që kjo perspektiv e filozofike, përballet me mundësin se universi, të gjitha galaksit, mund të jenë shumë më komplekse se sa imagjinata e njeriut dhe se qendra e gjithë imagjinatave nuk është njeriu, qendra e gjithë universit nuk është më njeriu, por është diçka tjetër. Gjë që bie ndesh me parimin bazë të Sokratit, se njeriu është masë e gjërave, e kthen filozofien ka njeriu. Sokrati është filozofi i parë që flet për njeriun si pika e universit, epicendra e universit. Deri tek Sokrati filozofët janë marrë me ujra, me Apeironin, me Anaksamendri, Anaksagora, Protagora dhe të tjerët, me ekzistencën. Sokrati e nis i pari, por në të njëjtën kohë, kjo teori e njeriut modern, i cili e ka konsiderue vetë vetën si kulmin e evolucionit, tani më me këtë bie ndesh sidomos le filozofin e Sokratit dhe të tjera, por bie ndesh me parimin bazë të Islamit, i cili thotë se çdo gjë në ekzistencë e kam krijuar për njeriu. Allahu thotë çdo gjë është krijuar për njeriu, që njeriu të ketë aftësinë, mundësinë, që të mos i mungoj asgjë për ta përdorur si arsyetim pse nuk ka arrit që ta njeh Zotin. Thash, çka po thojnë teoritë konspirative, çka po thot Pentagoni, çka po thot Islami, krishterimi, judaizmi, filozofia, çfarë është shkenca tash? Çka flet shkenca në lidhje me këtë çështje? Shkenca deri tani e ka mbajt një qëndrim ta quaj kështu më të kujdesshëm. Shkenca serioze nuk thot se alienët ekzistojnë, por as nuk thot se ata nuk ekzistojnë. Po flas për shkencën serioze, nuk po flas për pseudo kinse shkencëtarët apo të na do ignorant që thiren në shkencë. Shkenca serioze nuk thot as që ekzistojnë e as nuk thot se ato nuk ekzistojnë. Shkencëtarët serioz thonë se deri më tani nuk ekzistojnë prova definitive për ekzistencën e inteligjencës jashtëtoksore. Megjithatë, kur
shkencëtarët, apo më mirë të them, megjithatë, shumë shkencëtarë serioz në botë, mos t'i numroj këtu me emra, pranojnë se universi është aq i madh me miliarda galaksi, me triliona planete, saqë probabiliteti statistikor për ekzistencën e jetës diku tjetër është jashtëzakonisht i lartë. Një qëndrim shumë i parafort edhe me Islamin. Një qëndrim shumë i parafort edhe me Islamin. Njëjtë si që përshkrua në Kur'ani, me ajetet në shumë vende të Kur'anit, ke ajete që aludojnë këtë që e thot shkenca serioze dhe shkencëtarët serioz, mua më bën edhe më shumë të bindur se feja islame është e vetmja fe ndë të gjitha fet ekzistente. Bile me i thonë këtë rast feja islame, ndoshta e degradojmë islamin, e degradojmë dinin e Allahut. Islami, për dalim nga të gjitha fet në botë, nuk lejon në asnjë mënyrë që ta ndaj veten si fe në kuptimin e feve nga shkenca në kuptimin siç e shohin fet e tjera shkencën. Pyetja se ku bajtohen dhe ku ndahen feja dhe shkenca në islam s'ka ekzistu kur. Kjo pyetje i është imponuar shoqërive muslimane. Teorisë islame vetëm pas degradimit dhe fillimit të rënjes intelektuale të muslimanëve. Përndryshe, deri në atë kohë, kur asnjë libër, ju sfidoj, nuk mund të gjeni asnjë libër që është shkruar deri para 70 vjetë në historinë islame 1500 vjeçare, që të shihen, jo të thuhet, po të shihen qoftë edhe nuancat minimale që e dallojnë fejen prej shkencës. Ilmu tefsir thuhet, ilmul kelam thuhet, ilmul fiqh thuhet, shkenca e tefsirit, shkenca e kësaj, po hadithit, shkenca jurisprudence, siç quhet edhe shkenca e biologjisë, e kimisë, shkenca e astronomisë, e antropologjisë dhe të ngjashme. Në islam, feja me shkencën nuk dallon. Por, shka dallon në islam? Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Pyetni profesionalistët për hapësirat e tyre profesionale. Nëse ka të bëj diçka me shëndetin, pëtë mjekun o vëlla, mos shka me bëj rukje. Nëse lopa e ka nal tamlin, mos shka me i shkrue lopës, që i kanë shkrue për para. I kanë shkrue lopës pëse s'po qëtë tamël, që ti moj të gji, që ti detelin, bari, lëshoje verës, mos e maj vish ngrasht, mos e ushqeme me kimikate, me falsifikate, me sene. Ushqeje mirë e shese a qëtë tamël. A qohet lopa me i fryje, ose me i shkrua që shi kanë fryje, i ka shus, e ka nalë, e ka prej tamlin. Nëse ka të bëj me biologjin, vete biologun. Nëse ka të bëj me sociologjin, sociologun. Nëse ka të bëj me norma praktike islame, vete hoxhen. Me norma praktike islame, vete hoxhen. Nëse ka të bëj me moralin klasik si që porosit islami, vete hoxhen. Nëse ka të bëj me krishterimin, vete ate. Dhe veti intelektualit të cilët, me gjithate, arrin që të prekin më shumë se sa një drejtim të tyre profesional. Arsyeja pse fenomeni UFO po merret seriozisht sot nuk është për shkak të filmave fantastiko shkencor, por sepse raportet po vijnë nga pilot ushtarak, radar të avancuar, sisteme infra të kuqe, institucione shtetërore, nga Pentagoni, nga Shtëpia e Bardhë, nga administrata amerikane dhe janë kyçur në të edhe kongresist që konsultohen vazhdimisht
me qarqe shkencore përkace në lidhje me temat. Dorën në zemër, Trump e ka tund besimin e njerëzve në te, duke ndryshuar deklaratat e qëndrimet e ti or e qast. Dhe kësaj teme të cilën e folëm, edhe këtë temë unë e shoh si të tillë. Përpara, hiq e hiq, nuk i kam besuar, megjithatë Pentagoni vetë ka pranu se ekzistojnë raste fenomene ajrore të pa identifikume që nuk janë shpjeguar plotësisht, por që mund të jenë të vërtet. Për këtë arsye, meq konspiracionistët besojnë se qeverit botërore, sidomos e shëbave, kanë fshehur prej dekadash prova për kontakte me civilizime jashtëtoksore. Dhe pikërisht për shkak se konspiracionistët e kanë thënë këtë, une kam qenën tepër i rezervuar në lidhje me rastin. Çfarë është mendimi jem personal në lidhje me këtë temë? Dhe mendoj se ky do të dojë të ishte pozicioni më i fuqishëm për njerëzit serioz. Do të dojë të ishte qëndrimi më i palëkundër për një intelektual që pretendon se përqendrohet në një maturi kritike. Një intelektual nuk bën të paraqitet as si mohus arrogant, që talë çdo gjë të panjohur deri në atë moment, por as si një njeri që shpall me bindje absolute teori të paprova. Pra, as si një refuzues si që janë do pseudo shkencëtar apo pseudo intelektual që thirren në shkencë dhe mohojnë çdo gjë, dhe as të jenë si konspiracionist të cilët pretendojnë se qëndrimet e tyre janë të vetme të pranueshme. Për shkak se ka fenomene reale që ende nuk janë shpjeguar plotësisht. Feja na mëson për ulësinë para krijimit të Zotit, ndërsa shkenca na mëson kërkimin rigoros të së vërtetës, që të dyja sipas Islamit shkojnë bashkë. Dhe qëndrimi im personal është i njëjti siç është qëndrimi fetar autokton i Islamit. As mos refuzo diçka të cilën ti deri dje nuk e ke njohur, mutashabihatet, e as mos pretendo diçka se është e 100%, e në të cilën ti nuk i ke njohurit e mjaftueshme, muhkematet. Për këtë temë, po deshtet, mund ta shpjegojmë edhe më gjerë në debatin e sënshëm në live. Dhe për tema të tjera që i kam paralajmëruar në lidhje me mërgatën, në lidhje me temat politike dhe aktualitetet e sotshme. Shihemi me izën e Zotit në ora 21. Nëse hymë në atko në këtë tema, unë do t'i citoj ajetet, të gjitha ajetet, e ato nuk janë shumë, dhe hadithet të cilat flasin në lidhje me tema si kjo e ufës. Deri atëherë, miru pafshëm.